na ka plu amnezia institucionale dhe shpeshherë janë ndërprej projekte të rëndësishme për shkak të inateve politike, janë ndërprej bashkëpunime të rëndësishme, partneritetet, janë ndërprej projekte zhvillimore, janë ndërprej projekte investive, se dikush për inate politike, inate personale, ose tendencës që të lejë një shej, por e cila ka dalë e kundërta që të bëjë diçka të mirë për qytetarin edhe për vendin. Domethënë, janë shumë gjëra që ne i shohim pozitive. Cila është negative? Negative është që kjo nuk është krejt në vullnetin tonë politik, nuk është krejt në vullnetin e strukturës tonë, sepse në fundit ne mund të him edhe me hise tonë politike, të him edhe me pjesën që na takon, të marrim edhe përgjegjësi të drejtë për drejta, edhe në atë ftesën e pas sinqert që kemi elaboruar shpesh herë edhe nëpër media. Me hile thu ishte. Po ishte ftesë me hile, dhe kjo është analiza dhe kjo është një arsye shtesë që nuk kem dashur me leju që të vazhdoj egoja. Elektoratin e LDK-s, cilën së fundi edhe elektoratin edhe tendenca për të treguar se si duhet të sillesh në shtëpinë tënde. Lidhja Demokratike e Kosovës është duke vazhduar komunikimin e njëjtë. Është duke vazhduar mos ta quajë të reformë, se tash është banalizuar kjo pjesa e reformës, jo vetëm për ne, po sa herë përmendet në Republikën e Kosovës, po është duke vazhduar komunikimin me njerëz, me gjeneratat e reja të mesme, me kontributansit afatgjatë në Republikën e Kosovës, që besa dhe themeluesit, ata të cilët e kanë shëndetin edhe kanë mundësinë, sepse 70.000 vota nuk janë pak për një mandat opozitar që ti rikthehesh dhe tendojsh që të delsh subjekti i parë edhe subjekti fitues. Pra, po ne jemi duke ecur në këmbë në tokë, ky propozim ka një kosto për LDK-n. Po e ka një kosto sepse ti bëhesh pjesë edhe atyne që spaku politikisht, se nuk është edhe për demokracinë, mos flas për pluralizmin, që marrim ne pjesë, domethënë se qeveria unitetit atëherë kalon më shumë në pjesën profesionale, është afat shkurtër, janë temat ekonomike, politike, të obligime ndërkombëtare e gjëra të tjera të cilat janë në interes të vendit. Po nuk janë pure politike individuale, në kuptimin e marrjes së përgjegjësive të njerëzve, dhe ti atëherë bëhesh pjesë edhe me ata të cilët ndoshta ki dallime ideologjike, ki dallime edhe politike. Kuptimin bëhesh bashkë me të gjithë, në kuptimin institucional, por në kuptimin politik ti ke agenda tua dhe ke ideologjinë tënde. Kur do të mbahen, për secilin mbas. Ne mendojmë që kjo është pozitive për vendin. Atëherë kur ti ofrosh pozitivitet, besoj që edhe kjo shpërblehet, edhe qytetarët kanë nevojë për pozitivitet.